Ministri i Punës të Jashtme i Serbisë Marko Gjurić deklaroi se pjesëmarrja këtij viti e Serbisë në Asamblenë e Përgjithshme të Kombeve të Bashkuara do të jetë një mundësi jashtëzakonisht e rëndësishme për të dëgjuar të vërtetën rreth pozicionit të serbëve në Kosovë, por edhe për të nënshkruar shumë marrëveshje. Gjurić do të shkojë në New York javën e ardhshme së bashku me presidentin Aleksandar Vučić. Ai gjithashtu theksoi se me administratën e re amerikane Serbia ka një përparim vërtet të dukshëm dhe të prekshëm në marrëdhënie dhe se është i sigurt se kjo do të konfirmohet gjatë takimit të ardhshëm të presidentit të Serbisë me sekretarin e shtetit Marko Rubio. Komisariati për Refugjat dhe Migracion i Republikës së Serbisë u bëri thirrje personave të zhvendosur brenda vendit nga Kosova, të cilët janë vendosur përkohësisht në Serbinë Qendrore, të votojnë në zgjedhjet lokale në Kosovë me 12 tetor. Ata mund të shfrytëzojnë të drejtën e tyre nëse kanë një kartë identiteti të vlefshëm të lëshuar nga institucionet e Prishtinës dhe deri me 10 tetor mund të telefonojnë në numrin pa pagesë 0800 30 560 për regjistrimin dhe informacionin të detajuar. Një takim parazgjedhor i listës serbe u mbajt në Zvečan, ku qytetarët mund të nënshkruanin mbështetjen e tyre për këtë parti për zgjedhjet e ardhshme lokale të planifikuara me 12 tetor. Kandidati për kryetar komune Dragisha Milović tha se koha për të bashkuar dhe për të krijuar një ekip. Unë besoj se me harmoni dhe unitet do të arrijmë të sjellin fitoren për të gjithë ne, jo vetëm për këshilltarët dhe kryetarët e komunave, por edhe për të gjithë qytetarët e komunës së Zveçanit. Nuk do të diskriminojmë, nuk do të bëjmë dallime se kush i cilës feje është, nëse është serb, shqiptar, musliman, bosnjak, rom, këta do të jenë qytetarët tonë, tha Milović. Ish zëvendëskryeministri i Kosovës Haki Abazi thotë se në zgjedhjet lokale me 12 tetor, kryeministri me mandat teknik Albin Kurtit do të hiqen të gjitha maskët në veritë e Kosovës dhe se normaliteti do të kthehet në momentin që kryetarët e komunave serbe do të marrin përsëri drejtimin e komunave. Populli shqiptar do të kuptojë se i gjithë ky manipulim i Kurtit në veri shërbeu për të zgjeruar dhe manipuluar jugun, jo veriun, tha Abazi dhe theksoi se nuk ka vend në botë që mund ta ruajë demokracinë me njësi speciale. Ish zyrtari amerikan Jonathan Moore vlerësoi se pezullimi i dialogut strategjik midis Amerikës dhe Kosovës është rezultati i sjelljes negative të Albin Kurtit. Moore deklaroi se pas zgjedhjeve lokale pret shumë me tepër përparim në Kosovë, duke shtuar se njerëzit duhet të kenë përfaqësuesit e tyre në nivelin lokal. Ai vëren se përparimi në dialog midis Beogradit dhe Prishtinës, edhe pse ka vëmendje dhe mbështetje në Bashkimit Evropian, nuk është i mundur pa formimin e qeverisë së Kosovës dhe vlerësoi se është koha e duhur për të formuar asociacionin e komunave serbe. Drejtoresha e Qendrës për Politikë të Jashtme Aleksandra Joksimović vlerësoi se mënyra se si Albin Kurti zhvillon politikën është e papranueshme për Washingtonin dhe se pezullimi i dialogut strategjik të planifikuar me Kosovën është lëvizje e parë konkrete nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës pas një sër paralajmërimesh të ashpra ndaj Prishtinës. Historiani Stefan Radojković vlerësoi se ky vendim tregon se mbështetja e Amerikës nuk është e pakushtëzuar, për të cilën Prishtina zyrtare është në dieni, prandaj marrëveshja ushtarake me Shqipërinë dhe Kroacinë dhe turneu islamik i Vjosa Osmani duhet të shihet në atë dritë. Presidenti i Aleancës së Biznesit të Kosovës Agim Shahini tha se me atë vendim Kosova hyri në grupin me Rusinë, Kinën dhe Gjergjinë dhe kujtoi se Kosova tashmë përballet me masat ekonomike të Bashkimit Evropian. Ish ndihmë sekretari amerikan i shtetit James Rubin ka përfunduar dëshminë e tij në gjyqin e Hashim Thaçit, Kadri Veselit, Recep Selimit dhe Jakub Krasniqit në Hag. Rubin deklaroi në gjykatë se Thaçi nuk kishte autoritet ose aftësi për të diktuar asgjë, por se ai ishte personi i ngarkuar me detyrën e komunikimit me përfaqësuesit ndërkombëtar.
Ai foli gjithashtu për sulmet e UÇK-s ndaj civilëve serbë dhe duke pretenduar se struktura formale e UÇK-s nuk ekzistonte pas tij, këshilltari ligjor i delegacionit të Kosovës në bisedimet e Rambojës, Paul Williams, filloi dëshminë e tij. Moti nesër në Serbi do të jetë i thellë dhe shumë i freskët në Logina dhe Rafshina, ftohtë dhe me mjegull në mëngjes, me diell dhe me ngrohtë gjatë ditës do të fryerë lehtë ose fort veri perëndimore. Temperatura mëngjesi do të jetë nga 5 deri në 14, kurse ajo maksimale ditore nga 23 deri në 27 gradë Celsius.